Përshëndetje shpirta në evolucion, sot prapë zgjodha këtu në natyrë t'ja u bëj këtë videot, si që shikoni dhe lulkuqet kanë celur, natyra më pëlqen shumë dhe pranvera. Dhe sot dua të tregoj diçka. Shikojni këtë pemë të madhe, shumë vjeçare, që ka rënë dhe është shkulitur. Kur është shkulitur nga një erë e fortë. Në të njëjtën kohë dhe një pemë tjetër këtu, është ky parku që kaloj gjithmonë dhe ecë dhe marr të energjinë. E çdo të thotë kjo, shiko, sepse dhe ne jemi një pemë me rrenjë të dobta ose të forta. Dhe rrënjët tona janë prindrit tanë dhe paraardhësit tanë. Ndaj, në qoftë se ke probleme me këmbët, që nga beli dhe poshtë, dhe pavarësisht nga cila anë ke këtë bllokimin, ti ke probleme me paraardhësit dhe duhet të punosh me ata. Dhe këtu duhet të them, po s'pate rrenjë të forta, një erë e vogël mundet të shkuliti. Dhe pavarësisht në çfarë moshe ke. Ndaj, për të gjithë ju që doni të shikoni problemet tuaja, akoma dhe në trupin fizik, akoma dhe në problemet e bollekut, keni probleme me punën, me partnerin, zgjidhja është vetëm një. Puna me veten dhe të shikoni ku janë rrenjtë tua. Për këtë, për të gjithë njerëzit që janë të interesuar dhe nga afër në muajin maj, mbas votimet atyre në Shqipëri, kam menduar të bëj një retreat për të gjithë personat 3 ditorsh, fundjavë do jetë, të shikojmë dhe vendin ku do ta bëjmë, që do punojmë në thellësi për rrenjët tona me metodën e sistemit përfaqësik, që të vëjmë çdo gjë në sistem dhe të shikojmë bllokimet tuaja. Me një metodë të re që quhet akse bar dhe gjithashtu me një metodë akoma më të re që sapo e kam përfunduar në Gjermani, që të punojmë me sistemin e familjes dhe sistemin tënd, me hierarkinë dhe përkushtimin, siç e kam thënë. Qofse je interesuar për më tepër, mund të komunikosh në telefon me mesazh tek telefoni 0030 699 321 46 37. Pjesa e dytë që duhet të them sot është se organizoj së shpejti, do themi dhe datën, sepse gjithmonë datat i nxjerr në bazë të njohurive të jashtëzakonshme që bëjmë atë analizën e artës të shpirtit. Organizoj së shpejti një trajnim shumë të fuqishëm për të gjithë ju prindër ose dhe me fëmijët tuaj në çfarë do moshe që t'jeni, nga mosha 7 vjeçe dhe lart, sepse aty fillon dhe krijohet karakteri, për lirimin e travmave të ndryshme që kur kanë qenë fëmijët tuaj në barkun tuaj, në shtatzanin tuaj, për të liruar travmat e tyre dhe për të ecur në rrugën përpara, por dhe në çfarë do moshe që i kini. Do vini që të dy bashk, është femër ose mashkull. Dhe në këtë trajnim do hapim zemrën dhe ne si nena, babalar, juftoj dhe ju babalarve, dhe si fëmijë, cilat janë ato gjërat që juve ju shqetësojnë tek prindrit, të arrini të flasin me zemër të bardhë, të hapur, dhe ju prindrit çfarë duhet të ndryshoni që fëmijët tuaj të ecin përpara. Çdo të thotë kjo. Po, duhet erdhi dita që ne të bëjmë një ndryshim. Jam dhe unë prind dhe duhet të ndryshojmë dhe në disa kjo fjala ime tani mundet të mos ju pëlqejë. Ne prindrit japim tek fëmijët dhe duhet të ndalojmë që fëmijët tanë
të na japin. Nuk mundet një lumë të shkojë mbrapsh, po shkon nga lart poshtë. Prandaj në qoftë se doni të mësoni dhe të dilni nga ky rreth, dhe juve që më dëgjoni që jeni prindër tani, por keni patur probleme dhe keni dhënë tek prindrit tuaj, erdhi koha që neve të pastrojmë të gjitha këto rrenjët dhe të lëshojmë rrenjë më të thella në tokë, që të vi dita mos bjem si kjo pema, sepse tani besoj që je në këtë rol. Ushtrime, trajnime dhe metoda kemi shumë. Puna është ti që më dëgjon, do t'i japësh një mundësi vetes të bësh diçka ndryshe nga ato që ke bërë deri tani. Në qoftë se do të punosh në privat, dhe për këtë kemi zgjidhje, të gjitha këto mund t'i bëjmë. Prandaj më shkruani çfarë gjendje keni ju dhe çfarë doni të ndryshoni në këtë. Kohë e duhur. Duam, s'duam, energjitë janë kaq të forta që ne do bëjmë ndryshimin tonë. Ju dua shumë, ju përshëndes dhe pres mendimet tuaja dhe si ju duken këto. Dhe kush të doj, do them së shpejti dhe datat që të fillojmë të rezervojmë vendin tonë për të gjitha këto trajnime të forta. Ju jeni zgjidhja juaj. Unë mund të them çfarë kam bërë unë, që ndryshova jetën, dhe tani mundet të shëtis duke qenë e qetë, pa menduar çfarë do thënë të tjerët, pa menduar që të ngrihem në mëngjes të përkushtohem tek të tjerët, por të pyes veten time çfarë do. Ju dua shumë, ju falenderoj.